Një ditë më parë bëri xhiron e mediave lajmi për përjashtimin tënd dhe të Arlind Boshkut nga grupi këshilltarëve bashkiak në Bashkinë Durrës. Si e mësove lajmin? Përpara se të përgjigjem kësaj pyetje, do doja t'ju falenderoja juve si media që jeni kudo në çdo aktivitet në Durrës, aktivitet ekonomik, kulturor dhe politik që neve na intereson. Unë mësova lajmin komunikim nga ju, nga mediat lokale, nga telefonatat nga ju, dhe me thënë drejtën nuk dija se si të sillesha me lajmin, si ta prisja, të qeshja apo të qaja. Kjo e dyta nuk përbën pjesë e karakterit tim, e mora me sportivitet dhe i di veprimet e mia, e di se çfarë, domethënë, unë kam bërë në lidhje me fushatën, kështu që jam i qetë ke kjo pjesë dhe po ju them dhe tjetrën që pavarësisht akteve që nxjerrin nga qendra, kontributet e mia nuk i heq dot as Flamur Noka, as Ali Berisha, sepse kontributet e mia i njeh qyteti i Durrësit, i njeh Partia Demokratike në ditët më të vështira të vetat. Nuk mi heqin dot me firmë dhe me vul. Me atë vul që ju jeni dëshmitar, se keni ndjek gjithë proceset tona të foltores 1, kur ishin mbështetës Ali Berishës, dhe me thënë drejtën luftum fort që vulat i shkoj Sali Berishës, për t'i shku jo individit, po për t'i shku luftum për parimet, luftum që ta kthejmë Partinë Demokratike, ta kthejmë dhe njerë fituse. Por me sa duket jemi të prerë në besë, po flas për besë, me që ata e përmendin shpesh, jemi të prerë në besë sepse vulen po e përdorin kundër demokratëve. Nga kush ndihesh i prerë konkretisht? Nga Sali Berisha, se Flamur Nokën nuk e konsideroj fare. Tani, gjatë kësaj periudhe, pra gjatë 24 orëshit të fundit, kur u bë mediatik lajmi, je kontaktuar nga strukturat e Partisë Demokratike, nga drejtuesit e Partisë Demokratike lidhur me këtë vendim për të kërkuar sqarime? Shiko, unë nuk jam kontaktuar, djen media nga prononcimi i Flamur Nokës doli që ky që ka një vendim apo një informacion që ka 3 muaj që është në Partinë Demokratike, do doja në fakt që t'isha i vendin ndjeni se për çfarë bëhet fjalë. Unë në fakt ju përgëzova juve për aktivitetin tuaj si gazetë, si televizion, por do doja, domethënë, ta nisnim bisedën mbar. Juve a keni kontaktuar drejtuesin politik dhe ish kryetarin e Degës që ishte në fushat dhe çfarë ju ka thënë? Sepse në fakt nga këtu duhet filloj biseda. Nëse Flamur Noka i referohet një akt, domethënë një propozimi të ardhur nga Dega Durrës, duhet të ketë fakte të kisha thirrur qoftë nga Dega, qoftë nga kryesia dhe të vesha ndjeni për çfarë bëhet fjalë. Pra ju mohoni që t'jeni vënë në ndjeni në një komunikim që unë kam pasur me ish kryetarin e Degës së Partisë Demokratike Dega Durrës, më është thënë që ju nuk keni qenë aktiv në fushatën e zgjedhjeve të 11 maj 2025. Atëherë po i përgjigjem me pyetje unë ish kryetarit Partisë Demokratike që është edhe miku im. Ka pas në thirrje nga Dega, nga kryetari i Partisë Demokratike, unë jam ish funksionar i lartë, jam funksionar i lartë akoma, se që s'ma heqin dot as me vul as me firmë, po jam funksionar i lartë e kësaj partie. A ka pas në thirrje apo një caktim pune konkrete për fushatën e 2025-s në emrin tim dhe unë nuk ju përgjigja? A ka mundësi të më japi një përgjigje, qoftë nga ish kryetari Degës, qoftë nga drejtuesi politik? Nëse domethënë i përgjigjen dot kësaj pyetje, se mirë unë domethënë nuk kam qenë aktiv. Këta çfarë veprimesh bën? Këta Durrësit edhe ato të Tiranës, që në fakt përveç rrugës marrëdhënies institucionale kam pas edhe marrëdhënie shumë miqësore me të gjithë ata. Se ju edhe më njihni tani me vjet që unë jam njëri që jam miqësor me të gjithë. Nëse do t'i referohemi mos angazhimit tuaj në siç pretendojnë strukturat e Partisë Demokratike, ju pyes së drejtë për drejtë, keni pasur ndonjë qef mbetje lidhur me listat e mbyllura dhe të hapura për deputet në zgjedhjet e vitit kaluar? Shiko, është artikulu shumë kjo pjesa që unë nuk kam marrë pjesë në fushat, sepse ngela isha i qef mbet në lidhje me listën për deputet. Tashi do ju dekonspiroj një takim timin me Sali Berishën në një ditë përpara daljes listës. Jam taku dhe më ka thënë që jam në vështirësi, sepse kuota gjinore, aleatët, më kanë vënë vështirësi, domethënë edhe gjithmonë në çdo takim duke më falendëruar me superlativa për gjithë punën e bërë.
edhe me sa po ndodh me fjalë duket që s'ka qenë sinqert. Jam i kam thënë unë doktor, po ju flas fjalë për fjalë, po ju them një realitet. Doktor, unë nuk kam lind deputet, nuk më prishet fare me fjalë, puna është që ne të shkojmë drejt fitores edhe të bëjmë punë partie. E kam kap në qafë dhe kam dalë nga zyra. Ky është fakt, le ta mohojnë këtë gjën. Por ka diçka tjetër atëherë, me që po ngacmoni kjo pjesë e kandidimit. Unë, si ish drejtues i lartë i Partisë Demokratike, i kam shku Sali Berishës dhe në dienin time kanë shku dhe tjerë mas meje. Dhe kam bërë sugjerimet e mia në lidhje me drejtuesin politik, në lidhje me mënyrën se si duhet të funksionojë dega që Partia e Durrësit kthehet fituese. Sali Berisha bëri të kundërtën dhe kjo është arsyeja kryesore që ata thonë, domethënë nisen edhe artikulojnë që Dritan Burgia nuk mori pjesë në zgjedhje. Përveç kësaj, mos pjesëmarrjes në zgjedhje, të kanë akuzuar dhe për bashkëpunim me Partinë Socialiste dhe njëkohësisht ke përfituar personalisht lidhur me këtë bashkëpunim. Sa i përket kësaj, e thash dhe një media tjetër tani, t'i duhet që siç e bën publik pa më vënë ndjenim, siç e bën publik aktin e përjashtimit, do t'i duhet të bëjmë publike, jo në komunikim me mua drejt për drejt, se nuk e pranoj këtë, do t'i duhet që të bëjnë aktin publik. Aktin e bën publik, po të bëjnë faktet publike. Në qoftë se i keni ndjek dje rrjetet sociale, ka pas një reagim të papar në mbështetje jo time personale, në mbështetje të kontributit tim dhe kundër kësaj që po ndodh me Partinë Demokratike. Ne jemi në një pikë ku duhet të ftojmë çdo njeri t'i afrohet Partisë Demokratike, të bëhem pjesë jo këta që janë pjesa gri që themi ne, po socialist pa kënaqur duhet bëhen pjesë e jona që ne të shkojmë drejt fitores. Nuk e kuptoj dot domethënë këtë akt absurd me një ish drejtues apo me dy ish drejtues, se jemi dy tani me atë Arlini është kolegi jemi i nderuar. Nuk e kuptoj dot domethënë se çfarë po ndodh aty në Partinë Demokratike. Ky përjashtim tani mund të jetë edhe si pasojë pjesëmarrjes tuaj, kujtoj këtu pak kohë më përpara tek takimi që Saliani organizoi me mbështetës dhe demokratët Durrësit. Me thënë të drejtën, edhe unë e lidh me këtë, siç ngrita zërin në 2021-shin për parime dhe për ta bërë Partinë Demokratike më të fortë, jam dhe sot, u rreshtova dhe sot në foltoren ku zhvillu takimi i Salianit, vetëm me idenë e mirë që pasi kisha diskutuar me Ervin Salianin dhe më kishte bindur që intencionet e tij nuk ishin dashakeqe për të krijuar përçarje në Partinë Demokratike, por ishin edhe arsyetimi ishte shumë bindës që ne çfarë duhet të bëjmë ne që Partinë Demokratike ta bëjmë të lëvizi, t'i nxjerrim deputetët, se ju e dini që deputetët e Durrësit 6 muaj mas zgjedhjeve nuk dilnin në terren, nuk takonin asnjë. Dhe unë sot prap jam i bindur që me takimin e Salianit ne vëmë gjithë partinë në lëvizje. Dhe kjo i ka bërë mirë Partisë Demokratike. Dhe nëse do m'jepet prap rasti për ta bërë një gjë të tillë, dhe kam bërë gjithmonë në të mirë të Partisë Demokratike, prap do ta bëj sepse i keni parë zhvillimet mbas takimit Durrësit. Që u çun, dolën të gjithë, filloi Sali Berisha t'u dalë nëpër zona, fillun deputetët duke taku njerëz, fillun aktivitetin politik. Kështu që unë mendoj që jam në rrugën e dur. Sa i përket përfitimeve që më thatë, do duhet i bëjmë publike, siç bën aktin publik. Nëse si bëjmë publike, do shkojnë në gjykatë. Do t'i çojnë në gjykatë dhe do t'i detyroj unë që ata të bëjmë publik në gjykatë, domethënë të bëjmë publik, të paraqesin në gjykatë arsyen për çfarë e morën këtë akt. Tani, duke pasur parasysh faktin që si gazetare kam ndjekur rregullisht çdo mbledhje të Këshillit Bashkiak, ke qenë një nga zërat më të zëshëm të Partisë Demokratike të opozitës në tërësi. Në vimësi, si do jetë e ardhmja jote si pjesë e Këshillit Bashkiak, do vazhdosh të mbetesh këshilltar, mendoni të krijoni një grup më vete? Kjo që sapo the nuk shkojnë bashkë me atë që unë kam përfituar
nga pushteti, nga bashkia apo ku diun. Nëse Po pra, nëse do kishte diçka të vërtet këtu, unë domethënë do isha një nga domethënë atë zërin tim që ju e konsideroni të fuqishëm, unë do isha domethënë do isha në qoshën time atje duke mos folur apo ku diun ç'a qëndrimi çdo maja. Këto nuk shkojnë bashkë. Ç'a ishte tjetër? Atëherë si do jetë ardhmja jote si këshilltar bashkiak? Do vazhdosh të ardhmja ime, unë do vazhdoj të jem opozitar, se siç ju përmenda në fillim, unë nuk më heq dot njëri kontributet, se unë nuk jam opozitar këtu për Sali Berishës dhe për Flamur Nogës, unë jam opozitar se kam zgjedhur me qenë me Partinë Demokratike. Partia Demokratike ka qenë pjesë e familjes time më herët se të njoh Sali Berishën, kështu që do i vazhdoj të jem aty opozitar. Nëse vjen një ftesë nga PS-ja për bashkim votash? Do ta ekskludoja pa diskutim këtë gjën, me fjalë se mos mendoni që nuk kam pas ftesë nga PS-ja. Kam pas ftesa nga PS-ja edhe kur isha kryetar partie. Dhe nuk përbën pjesë e karakterit tim kjo, kështu që rinë të qetë ata që na dëgjojnë edhe juve nëse keni kuriozitet që nuk do ndodhë gjë e tillë. Pjesë e PD-s do jeni ama? Unë jam pjesë e PD-s, më nuk ma heq dot vula që i kam dhënë unë dorë, do të më heqin nga Partia Demokratike me vulën që ne me gjak e me shpirt, se ju a thash edhe në fillim. Keni ndjek gjithë proceset që unë kam qenë udhëheqës. Nga fillimi, nga shtatori i 2021-shit deri kur unë lash detyrën e kryetarit të partisë. Kaq për sot, me Flamur Nogën në varësi të zhvillimeve të mëtejshme, do ta shpalos talentin deri në fund. Kështu që pra gjykat. Në gjykat patjetër, po edhe kështu në media edhe se po mundohem të jemi moderum sot. Se kam shumë gjona kështu personale që mund t'i nxjerr, po do të ruaj etikën. Dje e quajte Mul Leporushi. E ka quajtur Arlindi, po nuk është se i tërheqja si fjalë atit.